Ka një perceptim që Partia Demokratike, dhe Partia Socialiste janë një lloj. Janë të njëjtat interesa dhe kanë të njëjtat interesa dhe u shërbejnë këtyre interesave. Ti do të thuash jo dhe kuptohet, po unë do të them një shembull. Për shembull, oligarkët ju i doni një lloj. Si ka mundësi domethënë tani? Po, pse nuk i përmendni ju asnjë oligarkët? Ja, prit. Unë do të bëja atë veprim që bëri një Edi Rama me Lulbashën. Dhe Lulbasha ulte kokën në parlament. Po, shikoje. Samir Mane është oligark dhe a ka përfituar për Edi Ramës, a i shërben Edi Ramës, përse nuk e denonconi nëse është kështu? Jo, nuk është oligark. Pse? Ta them unë. Në Shqipëri ka vetëm një oligark dhe krye oligark dhe ky është Edi Rama. Të gjithë janë shërbëtor të tij dhe nuk ka harroje është të gënjesh veten ose të mashtrosh të tjerët me dashaki. Shefqet Kastrati është oligark? Jo. Mos u lodh me bovë me vazhdu pyetje. Mos i përmend fare. Oligark, krye oligark është vetëm Edi Rama. E gjitha kjo, më fal të them. Ulaj është? Jo, sa bukur e keni gjetur këtë Edi Rama është oligark. Ta them unë. Ulaj është oligark? Jo, ta them unë. Jo, ta them unë. Prap, zotri, e gjitha kjo lojë spinohet nga kuzhina e fugës për të kundërvënë me biznesin Partinë Demokratike. Partia Demokratike është parti e djathtë. Domethënë këtë pyetje mua ma ka dhënë Endri Fuga. Po. Partia Demokratike është parti e djathtë. Partia Demokratike nuk sulmon biznesin. Endri Fuga turp. Nuk sulmon biznesin. Po, çdo biznes apo biznesmen që përfiton në mënyrë të paligjshme ne kemi denoncuar dhe do ta denoncojmë. Por unë që të hyn lojën e fugës dhe të Ramës dhe të mos merrem me krye oligarkët, po të merrem me biznesin, kur s'ke për ta pas tek. Jo, mo ju mos syni se ata PS-n do financojnë prapë. Jo, s'ka. Kjo është, vazhdojmë pyetje. Atë do dhe Rama se ata. Vazhdojmë. Se këtu do mbetemi një sekond. Vazhdojmë. E ke ta dash përgjigje. Këtë Ria ka një problem. E pas kanë zgjidhur mirë këtë preç që të thonë që Edi Rama i ka këtë. Oligark dhe krye oligark, s'ka asnjë oligark. Në kohën tuaj i kishte saliu? Që të mendosh, unë nuk thash se i ka Rama. Jo. Unë keni gabim, unë. Jo, në kohën tuaj. Jo, atë që thot Bushati, thoja Bushati mos mi thoj mua. Unë thash një gjë. Në Shqipëri ka një oligark dhe krye oligark dhe ky është Edi Rama. Të gjithë të tjerët janë ose individ që ai... Individ? Po. Individ, ma? Po. Nuk ka oligark, harroje ti oligark. Më fal. Tani këta nga halli thonë dhe Rama oligark, se nuk i thot njeri Putinit është oligark, thonë oligarkët e Putinit, ose oligarkët e... Krye oligark. Duhet njofësh termin. Ju nga halli që thoni do të këta, sa thoni Rama dhe oligark. Ja ta them unë ty. Ja, një sekund. Dhe Soros, oligark... Jo. Edhe fotin Ramës më tjere. Jo. Shiko, mos më bëj marxistin këtu, sepse nuk shkon. Ta them pse? Si kompleks nga kjo. Mirë, po, nuk shkon. Ta them pse. Kompleks nga kjo. Kur u ndërtuar, u vu trau, unë kam qenë në betej. Kur u vu trau këtu tjetër, unë dhe Partia Demokratike kemi qenë betej. Dhe kemi denoncuar. Kur u ndërtua tuneli i Palasës, Sali Berisha përsëri dhe Partia Demokratike ka denoncuar. Pra çdo akt që mban erë korruptive ne denoncojmë edhe biznesmenin që përfiton edhe këdo. Por unë mund t'ju them një gjë. Oligark dhe krye oligark është Edi Rama. Harrojeni ju të tjetër. Gjatë në botë nuk ka më. Çdo tentativë për të futur në cirkuit të tillë është në shërbim të Edi Ramës. Do me thënë ne po i shërbejmë... Me këtë pyetje po. Andi Bushati po i shërbejmë... Me këtë pyetje tërësisht. Jo, e dikush është... Tërësisht. Po me këtë pyetje hani ju. Tërësisht. Ka dhe njerëz që na ndjekin. Dhe duhet shpjeguar sensi i termit oligark. Oligark... Pyet ka Edi Rama njëri. Ai njeri që me anë të pasurive të veta dhe mbështetjes mediatike ose media dhe ushtron influencë mbi pushtetin për të pasuruar dhe për të kapur territore që i takojnë. Pushtetari mund të ketë gjithë zeza, të jetë diktator, kriminal, po s'mund të jetë oligark. Oligark është ai që e influencon. Ju nga halli tani që s'quani do të njëri tjetër në këtë vend oligarkik, ja keni futur se Edi Rama mban, mo bëj edhe oligark, se nuk prish punë. Po nuk shkon me termin. Me këtë, lidhur me këtë. Juve këtu jeni analist, ju bëj pyetje. Mendoni se Edi Ramën e këshillon ose ndikon në një njeri tjetër, përveç se mendjes ti krejt?
Ngrihe Mozani. Unë them që ne kemi kaluar nga sistem jelcinian në sistem putinian. Pra që Putin komandon dhe oligarkët. Po jo se s'kemi oligarkë. Është Edi Rama. Arroni, do të keqë tjetër, nuk ka njëmër, ka Edi Rama. Ja vëm dhe këti më po deshe. Edi Rama ka i ta. Edi Rama. Këta falgarës ndershme, biznesit ndershme, aftësit e tyre, vetëm aftësit kanë ato, që kanë arritur në këto pika ku janë. Ta sqaroj unë? Unë të thash, kur janë përfshirë në një aferë që ne kemi dyshuar, janë etiketuar, janë sulmuar, dhe nuk është pushuar sulmi ndaj çdo aferës. Për çdo një biznes. Në sulm për momentin. Po ta them unë. Do ta shtosh pak më vonë. Në Kumangashar për ta përsërisur. Për këtë temë. 3 muaj PD ka protestuar te trau. Po vion atë ikin lvizin makinat, s'ndryshon gjë. A pse ju mendoni se PD-ja duhet bllokojë çdo gjë? Je si mendon? Ti mendon se jep me ligj, jep me ligj me vendim. Qeveria dhe PD-ja duhet bëhet thertore aty? PD-ja shkoi atje vetëm për të hap rrugën që të hynin fshatarët e Kumanës në rrugë. Jo, i gabim. Jo, i gabim. Është bërë interpelancë, është bërë... Të përgjigje dhe këtë përgjigje... Juve që i shërbeni Edi Ramës... E kuptuam. Po s'dorit me kalashu aty... E kuptuam... Ti prapë po si partitë e vogla, juve që i shërbeni Edi Ramës. Zoti Flamur, fare shkurt. është shkëtor zelshëm të Edi Ramës. Marun për si për këtë rrë. Merre, jesh absolutisht... Fare shkurt. Flamur, fare shkurt publiciteti fundit. Po. Dhe këthemi që të flasim... Ma le të themi gjë... Po jo se s'ta lenë... Të pjesën e... Publiciteti fundit... Ishe pjesë e fundit publicitare Flamur, ore mbështetje amerikane, se tani po bisedonim në momentet e fundit. Këtë mbështetje amerikane që ju bërtisni Trumpi e gjithë, ose të doktorit dhe thot ky, si e ka emrin ky zëns presidenti? Që erdi dhe të papa, sa erdi të papën, iku dhe papa, ha? Gjidi Vance, erdi në Gjermani, tha foli për mua, tha doktori e gjitha. Ju e vërtet mendoni, kini mbështetje amerikane apo jo më dha, se mos nuk ju del. E jeni të sigur të Flamur, ti ke, për shembull ti e takuar Lacivitën, ke folur me të qysh te ke, a kini mbështetje? Po, ta them unë. Ma thuaj. Gjëja e parë që opozita ka fituar është që Edi Ramës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, i ja hoqën spinotin me 4 nëntor. Si e hoqën? Pyet një shofer çdo thot me të heq spinotin. Spinotin edhe të lë rimorqës, ja heqë atë, edhe e lën brapa edhe ikën Amerika, dhe e ka lën aty. Kjo ishtë fitoria e parë, që ta disht. E i sigur ti të një përgjët? 100%. Kire Edi Ramës ka spinot? 100%, ja kanë heqë. Një. Që me këtë ylli, kjo është 100%. E dyta. Ore juve ju ka dhenë spinot apo jo? Se spinotin e më dakord, e hoqë. A më pyete. Ju dha spinot. A më pyete. Urdo? Tani. Këtë po të pyesum. Tani, a ju dha spinot ju?